e partive politike. Dori, cilat janë të rejat e fundit sa i përket këtij takimi? Përshëndetje dhe juve dhe njëherë nga holli i Kuvendit e Republikës së Kosovës, ku është mbajtur takimi i thirrur nga kryetari i Kuvendit në detyrë Glauko Njusa për partitë politike. Qëllimi i këtij takimi ka qenë organizimi i Kuvendit të Kosovës për seancën konstituive që do të mbahet në 15 prill. Kanë thënë që nuk do ketë shumë ndryshime kjo, do thotë organizimi i seancës në Kuvendin e Republikës së Kosovës, pra vendosja do ulet në mes, partitë opozitare të cilat kanë qenë të kaluarën do vazhdojnë të ulen njëjtë, pa ashtu pakicat do kenë vendin e njëjtë, por interesante nga konferencat për media nga të secila parti politike ishin deklarimet e tyre sa i përket bashkëpunimeve potenciale që mund t'i kenë për formimin e qeverisë. Ishte tash nënkryetari i lëvizjes vendosje Glauko Njusa, i cili tha që ja kanë zgjatur dorën e bashkëpunimit Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe madje Lidhja Demokratike e Kosovës bashkë me Lumir Abdigjikun, kryetarin e saj, duhet të jetë e privilegjuar pasi që është zgjedhur ajo që të takohet për të formuar qeverinë. Glauko Njusa u pyet edhe për gjuhën e ashpër e cila ishte përdorur gjatë fushatës zgjedhore ku ishin quajtur, po i citoj ata, ishin quajtur hajvana opozita. Ai tha që kjo ishte gjuhë e fushatës dhe tashmë do flasin me Lidhjen Demokratike të Kosovës vetëm me gjuhë të bashkëpunimit. Ndër të tjera, Glauko Njusa tha se politika nuk është urrëtia as dashuri, sipas tij ata i përfaqësojnë vetëm interesat e Republikës së Kosovës dhe qëllimi pikërisht i kësaj përpjekje është përpjekja për ta çuar Kosovën përpara, duke u bërë bashkë që t'i lidhim forcat për të përfaqësuar interesat shtetërore sipas tij të Republikës së Kosovës. Prandaj është bërë kjo zbrapsje, ta quaj kështu, nga lëvizja vetëvendosje për të ftuar Lidhjen Demokratike të Kosovës. Menjëherë në të njëjtin vend këtu në konferencë për media doli Doar Sakica Zelili, e cila është nënkryetare e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe e njëjta duket se nuk ishte pozitive sa i përket kësaj ftese të Zotit Kurti, kryeministrit në detyrë të Republikës së Kosovës. Ajo tha që ndryshe nga partia në pushtet, Lidhja Demokratike e Kosovës nuk i ndron qëndrimet, akoma nuk dihet nëse do ta pranojnë ftesën të cilën ja ka dërguar Zoti Kurti, Zotit Abdigjiku, pritet ditët në vazhdim. Po ashtu konferencë ka pasur edhe nga Partia Demokratike e Kosovës, ishte përfaqësuesi Uran Ismaili, i cili tha se nuk përgjigjet në pyetjet hipotetike nëse do shkonte një ftesë në PDK, a do ta pranonin nga lëvizja vetëvendosje, veç se tha që opsionet e vetme për ta formuar qeverinë akoma qëndrojnë tek partitë opozitare. Këto janë të rejat e fundit nga konferencat të mbajtura për media nga përfaqësues të partive politike. Po e kalojmë një të kjo. Nëse mundem një pyetje Dori, për letrat që kreu i vetëvendosjes ka nisur drejt LDK-s, na intereson të dimë në rast se këto letra janë nisur edhe drejt partive të tjera politike, pasur parasysh që LDK-ja nga zgjedhjet do thotë është partia e tretë. Pse kanë vendosur që të nisen kështu të themi nga partia e tretë? Sipas Glauko Njusës, kryeministri në detyrë Kurti i ka arsyet e tij pse ka zgjedhur LDK-n për t'i dërguar ftesë të parës. Sipas tij do presim ditët në vazhdim të kuptojmë se ka ndodhur kjo. Po ashtu kryekuvendari në detyrë Glauko Njusa tha se nuk e din nëse do t'i dërgojnë partive tjera politike ftesa, por deri tani nuk i kanë dërguar. Derit shumë për të gjitha këto informacione. Ishte Dorontina Bylykbashi, drejt për drejt nga holli i Kuvendit të Republikës Kosovës, atje ku edhe janë takuar përfaqësuesit e partive politike me kreun detyrë apo nënkryetarin e lëvizjes vetëvendosje për të bërë kështu planin për datën 15